Gjesti flet për gjumësh për reglin midis kamerave, ja çfarë i kërkon, nga ana tjetër sulmohet nga lajërti e vesela. Largimi i papritur reglit nga shtëpia të njëjtën vazhdon të ketë ndikim tek banorët, veçanërisht te gjesti me të cilën ajo pat një marrëdhënie të luhatshme on and off gjatë qëndrimit të saj në lojë. Në rrjetet sociale po qarkullon një video nga nata e kaluar ku gjesti shtrirë në dhomën e gjumit, duket sikur po flet për gjumësh me Eglin, duke i drejtuar një mesazh emocional si të ishte akoma pjesë e Big Brother. Në këtë moment të sinqertë të pazakonta ai u shpreh: "Gjumin e mirë Egli, besom që e kam i kry dëgjona për ty, mbaje mend këtë send. Gjumë të ëmbël, shpresoj që i ke gjetur familjen mirë, edhe ti vetë je mirë, e di që kemi qenë mirë. Të lutem dërgo ma një video për Prime duke qeshur të shoh se je mirë. Të lutem vetëm këtë bëje për mua, se kjo lojë është e fliqur dhe duhet ju adrith. Premtoj që do ju adrith, gjumë të ëmbël." Ishte ky moment që ngjalli edhe reagime të shumta midis shikuesve, të cilët e kanë parë si një shenjë të lidhjes së fortë emocionale të Gjestit brenda shtëpisë. Gjesti, i cili edhe pas largimit të Eglit gjeti një cep në vete, e ju drejtua kameras duke thënë se do të fliste vetëm me Eglin, teksa u shpreh: "Mendoj se ishte zgjidhja më e mirë për veten, nuk duhet ta duam tjetrin më shumë se veten dhe ta kam thënë me 100 herë unë, por edhe motra jote, ke bërë gjën më të mirë dhe të uroj shërim të shpejtë ta kalosh këtë situatë të vështirë. Edhe unë jam ndjerë tepër keq, kam qenë në një presion që nuk ma kupton. Do të takohemi jashtë, premtoj, por fillimisht do u adrith këtyre në shtëpi." Ka qenë premtimi i Gjestit për Eglin nëpërmjet ekranit, teksa ditën pas largimit të Eglit të shumt kanë qenë banorët që ju kanë kundërvënë, duke theksuar se ishte sjellja e Gjestit ajo që e largoi Eglin nga shtëpia. Ishte lajërti por edhe veselo, që i kujtuan thirrjet e tij kontradiktore si e dua se dua, më lan më shpërlan, duke treguar papjekurinë emocionale të Gjestit, duke sjellë Eglin në këtë gjendje, teksa Gjesti nga ana tjetër ka qenë tepër i prekur.